energjetike për herë parë. Pra, unë Besnik Krasniqi. E kam tregu procesin se qysh janë të e bo në atë kohë, por nuk besoj ke kërkosh në Kosovë që është të ndodhë kjo proces. Se s'but ma shumë, për me bo Nuk besoj, nuk besoj ke as jeta gjara, janë emisionet që mëna më këthuj brama pa dhe me po, nuk besoj ke as jeta që mënët me ndodhë një sistem as i sofistikun për me mujt me ndalë prodhimin në kohën e krizës më të madhe të energjisë, me importu energjinë me një çmim të pa kontrollueshëm dhe jashtëzakonisht madh, kur në qatë kohë që po flasim, ose në kohën që e ka marrë qeveria Kurti, vetëm t'ju shpjegoj që të energjia, në kohën që e ka marrë Albin Kurti qeverisjen, po flas 2021-ën, jo 19-ën, Kosova ka prodhu 980 MWh energji elektrike keko, vetëm termoelektronat tona. Shto këtu edhe kapacitetet tjera, hidroelektronat edhe turbinat me erë, i kalojshim 1.1-1.2 gigawatt që i prodheke vetëm Kosova, në kohën e pikut që është pjesa korrik, gosht edhe dhjetor janar, konsumi shkojke në atë kohë në 1.3-1.4, ne u detyronim me importu rreth 200 MW për shteteve tajnë. Kjo legjitime është e Anidës, pëse si japët më shumë zokë se i qështë? Po nuk, dëgjën, në atë kohë, deri para një periudhe që filloj populli Kosovës, me e pa mirë, ftyrën e vërtet kësaj qeverie, na nuk kemi guxu as me qelë Facebookat pe shumë e fymjeve që kemi pas. Është problemi juve pse pyjnë ata tjerët. Vërteta duhet me punu, nuk duhet mund diku prej as vërtet që ka pasën të gjatë. Është shumë e vërtet kjo që përtu, se kur të merë përgjithësi publike, ti duhet edhe me vëllafaqu me këto. Sepse në momenti që keni ngritë zërin, kërkojnë ndjesë, edhe shumë i që keni bërë, dhe në moment kanë ngelur këtë që kemi akuzuar gjatë gjithë kohës në këtë studio, se unë i kam qujtë në gjumë letargjik, si Arusha Ndimër që shkon e flenë, ma nuk qotë opozita. Kështu të kam qujtë opozitën e deri tanishme. Dhe të thotë që hiç, dilshin deklarata, si ata, do më thonë, institucion shtetëror, sot neve denojmë këtë veprim edhe... Edhe unë edhe Dardani, jemi shumë të shtetësum për opozitarizmin e cili është bo këto 5 vjetë. Për opozitën Albin Kurtit. Përfri këtu edhe një variantën. Po kërkoj opozita Albin Kurtit, në cila ka qenë dëmshme në proceset e Kosovës. E ka ndiku që sot krenohen, sot në kohën tonë u bë liberalizimi i vizave, ata janë fajtor që patën... Nuk muj me fol nga për liberalizim vizave, falë. Të lutem, nuk po them të bëhesh pengesë... Nuk mundemi me fol kur Kongresi Amerikan. Kongresi Amerikan, me një seancë dëgjimore, i pyet 3 drejtorët më të rëndësishëm Departamenti i Shtetit Amerikan, që a është pengesë kryeministri Kurti, dhe të 3 deklarojnë publikisht po. Na e kemi thy besimin e partnerit tonë më të fuqishëm që neve na ka bo, ku jemi, domethënë, këtë republikë që e falë Shteteve Bashkuara të Amerikës edhe luftës tonë të latëdijshme, është kriju kjo Kosovë. Kjo qeveri është të i fy dyjat, është të i fy UÇK-n vazhdimisht, njerëz eminent UÇK-s që e kanë ndërtuar shtetin, që e kanë dhënë jetën, edhe është të e fy në themele të saj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithatë, ka një gjë interesante. Kjo qeverisi 4 vjetë, 5 u shtuan, ose lëvizjave të vendosje, mori 22% të votave. Me gjitha këto që ju po i thoni. Alpinotin... Me gjithat ka pasur. Po i mbejtë të më bësh nëse më lejon. E thash zëshëm, po e tham prap, pa pikën e dyshimit se po, edhe që qeverit e kaluara e kanë bërë shumë dëm Kosovës. Qof me privatizim, qof me zajednicë. Deshta të shkafem të keku, ajo procesi privatizimit ketë... Po, ndodhur... është kjesja që rritë çmimin e... Gjithë dhe primet. është zëreja, jo që e përkakon. Keku nuk e ka rritë çmimin absolutisht, edhe sot që jemi të folë, prodhimi i përgjithshëm i kekut është njëjtë, që rritë çmimin, nuk e ka rritë çmimin. Faleminderit, e vlerësoj. Pajtohem e thash... Se të mbash peshën e përgjithësisë dhe për veprime edhe të reflektosh është gjëja më e mirë për ndryshu demokracinë që tha ti. E njëjta peshë, si ti që je qytetare, apolitike, për e zëmë, se nuk ka njëri apolitik, se gjithë jemi politik për arsye se... Pa angazhim politik. Ta s'janë edhe shumë, aq jo apolitik. Ta janë, goqa politik, se japin qëndrime gjithë natë këtu në studio. Pa angazhim. Apa jaki jena, po, apolitik si. Pa mendime subjektive politike, po, pa tjetër. Në regull. Si ti që je e pa angazhuar në politikisht, si unë që jam identifikuar politikisht, si aj që është qytetar, që është që qeveris, ajo që
për fat që na prezanton neve është pasaporta Kosovës. Kur ta kalosh ti Kosovën në diç një vend tjetër,